Mirëmbrëma të nderuar. Çështjet arsimore janë çështje të rëndësishme dhe vitale për progresin e një shoqërie dhe një shteti të tërë. Por në vendin tonë, historia tregon që shpeshherë kjo çështje e rëndësishme ka qenë edhe problematike. Shqiptarët ndër vite kanë sakrifikuar gjithçka për arsimin shqip, por në ndërkohë paralelisht edhe janë diskriminuar. Sonte do të flasim për çështjet arsimore, si lindi ideja dhe ku është procesi i Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Artit, me këto dhe të temat të tjera, pra do t'i bashkëbisedoj me profesorin universitar dhe kryetarin e shoqatës për shkencë dhe kryetarin e shoqatës akademike pra për shkencë dhe art në Maqedoninë e Veriut, zotin Hasan Jashari. Mirëmbrëma zoti Jashari, mirë se erdhët. Mirë se u gjej, mirëmbrëma. Zotë Jashari, kështu po e fillojmë këtë bashkëbisedim me një pyetje të përgjithshme për ta dëgjuar perspektivën tuaj mbi atë se vlerësoni sot gjendjen e arsimit shqip në Maqedoninë e Veriut, sepse ju keni përvojë dhe bagazh të gjerë në kontributin në akademi. Gjendjen në arsim e krijojnë njerëzit, mirë po përgjigjes janë institucionet e kontrollit shoqëror. Kush janë ato institucionet e kontrollit shoqëror, do të thotë që janë ministrit, janë ashtu të themi enti pedagogjik, janë organet e vetë shkollës, edhe për shkollat fillore, sidomos, por edhe të mesme, janë prindër. Pastaj për arsimin e lartë, për herë janë studentët. Pse studentët? Studentët janë ajo masë kritike, e cila në momentet të caktuara të historisë i ka rrezuar diktaturat. Mu më vjen mirë që tash kanë fillu pas disa viteve që të organizohen studentët. Unë që të regoj drejtën, një ngjarje që më ka ndodhur kur mbaja ligjëratën në Universitetin e Evropës Juglindore, i rishin nxënësit këtu në Shkup, domethënë, në rrugëve nëpër autobusa. Edhe u mundova që ti nxis studentët e mi të shkencave e politike që të bëjnë një protestë aty brenda. U thash se materialin do të përgatis, unë do t'i thiri gazetarët, edhe bënëm një, ashtu të themi, një shkrim, një esej që ta lexojnë ata. Edhe para mendoni, nuk u pajtuan që të organizojnë një protestë, edhe unë i pyeta çfarë studentësh jeni ju dhe pse i studioni shkencat politike kur nuk jeni në gjendje që ta bëjnë një protestë. Andaj këtë e tregoj për atë se i përgëzoj këta student tash që janë kthy rrugës së duhur. Ideja juaj ishte për të demonstruar realizimin e një proteste, jo se ka pas diçka brenda ose nevojë për Jo, brenda universitetit të thirrën gazetarët edhe të protestojnë si organet nuk marrin masa që të rrifen nxënësit në Shkup, në për autobusa. Jo ka qenë 15 vite, sa vite. Më herët. Aty ka viti 2013, 2014. Dhe më vjen mirë që tash rinia studenteske po del edhe një farforme, po mbren krye, edhe po bëhet një korrigjues i prindve edhe i intelektualëve shqiptarë. Edhe sa i përket arsimit në gjuhën shqipe. Më thash se fatin edhe kualitetin e arsimit duhet ne të marrim përgjegjësinë, domethënë. Nuk mund të bëjmë një arsim të duhur, përderisa nëse i marrim librat e muzikës, do të shohim se ka libra që përdoren nëpër shkolla që nuk kanë asnjë këngë në gjuhën shqipe. Kanë këngë të cilët janë ruse, serbe edhe maqedone. Këngë të cilët nuk i kanë këndu as gjyshërit, as nënat e tyre, as etërit e tyre, domethënë, edhe ne kemi reaguar, kemi bërë një hulumtim, e para mendoni, reagimet që i bëjmë ne, disa televizione nuk i japin, për shkak se mos zihen me pushtetin, se kritikojnë pushtetin, po ashtu nuk mund të promovojmë librin në Universitetin e Evropës Juglindore edhe në Universitetin e Tetovës. I vetmi universitet që na përkra haptë dhe ne ka hap dyert është Universiteti Nën Tereza dhe falenderojmë kështu publikisht. Ku është poenta këtu? Nuk kemi dëgju versionet të tilla, megjithatë televizionet janë
jo për ta mbrojtur pushtetin. Megjithatë ju keni kritikat tuaja personale në këtë kontekst ose nga pozicioni që jeni edhe grupacionin që përfaqësoni, por çështjet e asaj që universitetet që apostrofuat kanë refuzuar që të publikojnë, megjithatë ato sigurisht ju kanë dhënë sqarimet e tyre. Prandaj derisa nuk janë përgjigj, ne duam ta promovojmë librin, për shembull aty, edhe nuk na përgjigjen 2 letra, për shembull Universitetit të Europës Lugdindore. Mos him atje, mos vije se kemi diçka me ata, por ku e kam ideën këtu e kam. Ideën e kam se nëse çështjet arsimore, dobësi që i ka arsimimi në gjuhën shqipe, kualiteti i dobët, domethënë i punës në universitete, nuk kritikohet, nuk gjermohet, atëherë nuk do të mrim askund. Amerika pse është e madhe? Është e madhe se vazhdimisht dobësitë e veta i nxjerr në pa, i debaton edhe kërkon zgjidhje. Te ne do të thotë ajo gjë nuk është. Në universitete, domethënë, janë grupacione të caktuara të cilët ja ta marrim në shtull, prej se është themelu Universiteti i Europës Lugdindore. Është një grupacion që i gjurmon dhe i ndjek njerëzit të cilët mendojnë ndryshe, domethënë. Jo, kështu, që dikush mendon se është privat, pronë e tij. Jo, zoti Jashari, ideja është që po flasim për arsimin shqip në përgjithësi dhe jo për mënyrën se si funksionojnë universitetet përbrenda. Tani, në këtë kontekst ne mund të flasim për sfidat me të cilat përballen universitetet tona, sepse edhe ju keni kontribuar edhe në universitetin që përmendni, pra aty keni qenë punësuar edhe ka ndalë kuadro edhe prej ligjëratave tuaj, megjithatë nuk është ideja të flasim në veçanti për mënyrën se si organizohet puna në universitete, po flasim në mënyrë të përgjithshme mbi atë se si ose cilat janë sfidat, sepse ju tani nga pozicioni që jeni, megjithatë unë nuk besoj që keni i konsideroni oponent universitetet. Ju derisa përfaqësoni një shoqat akademike të shqiptarëve për shkencë dhe art në Maqedoninë e Veriut, i bie që juve me do e mos ju duhet bashkëpunimi edhe me universitetet shqiptare që ekzistojnë në këtë vend. Tani këtë kontekst, sipas prizmit tuaj, cilat janë sfidat me cilat përballen sot universitetet shqiptare këtu? Ne jemi drejtuar me letër universiteteve, unë asnjëherë nuk kam folë keq për Universitetin e Europës Lugdindore, por e drejtë çdo kuj është i kritikoj ata individ të cilët uzurpojnë të drejtën e rektorit, të drejtën e dekanit, edhe pra një forme bëhen si pronar privat të universitetit. E tash, pikërisht këto gjërat janë ata segmente, ata poentat të cilët një forme e ulin kualitetin e arsimit sipëror, duke u nisur nga ajo se njerëzit të cilët e ndihmojnë për shembull rektorin që të zgjidhet, ata zakonisht janë një pjesë e madhe, janë keqpërdorues, janë njerëz të cilët një forme janë jo pundor, edhe nuk kanë përgjegjësi para studentëve, do të thonë. Pikërisht kjo është dobësia më e madhe e universiteteve këtu në Maqedoni. E tash, si më tu qenë? Gjeneratat e reja janë gjeneratat të cilët lindin edhe të pasur, edhe një forme lindin me prind të ditur, me një situatë, ashtu të themi, ekonomike dhe arsimore, edhe të prindve, edhe të familjes, më të ngritur në krahasim me gjeneratat para 20-30 vjetëve, dhe kërkojnë kualitetet të reja. Pyetja është, pse ikin të rinjt? Të rinjt ikin pikërisht sepse u mungojnë resurset. Cilët janë ato resurse që u mungojnë? Arsimi sipëror dhe arsimi fillor dhe i mesëm, ashtu të themi me kualitet të dobët. Ja, kishim ankesa për Universitetin e Manastirit edhe vetë Manastirin se një numër i madh i maturanëve të cilët kanë mbaruar në Manastir shkojnë në Sloveni. Pse? Atje janë kushtet më të mira, domethënë. Nuk shohim perspektivat. Të ndalemi zoti Jashari tek çështjet arsimore universitare dhe të çështjet e ligjit të fundit që është propozuar
pra 3 ligje në veçanti, po kryesisht ligji për arsimin e lartë. Ju keni analizuar, keni parë këtë ligj dhe cilat sipas jush janë mangësitë dhe përparësitë e këtij ligjit, fillimisht a është momenti ideal për ta sjellë një ligj të tillë, për të ndryshuar, sepse ligji i fundit pra është nga viti 2018 dhe nuk ka pas ndryshime të tjera. Nga ajo që keni parë, keni dëgjuar e lexuar me gjas, cilat janë përparësitë dhe mangësitë e këtij propozim ligji në arsimin e lartë? Këtu nuk ndihmoj shumë ligjet në këta kushte, domethënë në sociologjinë e kohës edhe në sociologjinë ashtu të themi e ambientit jetësor dhe arsimor këtu te ne. Pse? Mund të sjellim ne shumë ligje, edhe të mira, edhe ligje rigoroze, edhe andej këndej. Mirë po që se nuk e nxisim vetë evaluimin e mbrëmshëm, përgjithësinë e mbrëmshme, brenda universitetit që universiteti pikë së parja ai të ketë, do të thotë çështjen e ngritjes së kualitetit të ashtu të themi të kulumtimit shkencor, avancime të bëhet sipas ligjit e kështu me radhë. Me thonë atëherë kur gjë nuk kemi bën ne nëse brenda nuk i nxisim çështjen. Pikërisht këtu të ne ai ligj mendoj se nuk do të funksionon. Pse? Ja praktikat atje ku kam punu unë për shembull. Atje kërkoj duhet lëvdrohet, domethënë Universiteti i Evropës lugëndore për atë se kërkonte që ndjekin konferencat njerëzit të sigurojnë në çdo fund të vitit bëjshin një vlerësim, do të thotë me pikë, me kritere të paravendosura, ai ishte jashtëzakonisht e mirë. Mirë, kur bëjmë një analizë pastaj, do të shohim se dikush duheshte, do të thotë ti bëj 10, 20, 25 pikë, edhe të shkoj të ketë 4-5 konferenca, andaj publikime, andaj këndaj, të indeksuara, edhe kur shofish dikush biografinë në internet tash, shofish se ka bë një publikim në 2009, një në 2015. Edhe i ka marrë titujt, si që i kanë marrë shokët e mi edhe mundu. Para mendoni dhe me thënë, këtu e kam frikën unë se të ne nuk do të funksionoj prej atine grupacioneve që janë njerëz, brenda prej atyre ndikimeve partijake dhe me thënë, prej atyre asaj se njerëzit në Tetov, në Shkup, dhe ne si komitet njifen me njëri tjetri. Edhe, nuk ka përgjegjësi institucionale, nuk ka matës dhe me thënë të mirëfillt dhe nuk ka vlerësim ashtu parimor, dhe me thënë. Që në shtetet perindimore, dhe me thënë, këto gjëra nuk ekzistojnë, dhe me thënë. Si mundet dikush të zgjidhe, dhe me thënë, ti bëj pikët, dikush në 6 vite të bëj një publikim. Zoti Jashari, unë kur ju prezentova në fillim, ju prezentova ashtu siç jeni, pra edhe profesor universitar edhe kryetar i shoqatës akademike të shqiptarëve për shkencë dhe art në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, pra unë po parashtroj pyetje për të ngritur, për të marrë perspektivën tuaj për çështjet problematike që janë nga një perspektivë më e gjerë, dhe ju po vijoni me sapo e vrej dhe po e lokalizoni drejt problemeve mbase edhe paknacive që ju mund t'i keni. Pra ne po analizojmë gjërat në mënyrë kështu të përgjithshme, ju sërish po riktheheni duke apostrofu. Ajo është drejta ime, edhe nëse vazhdimisht flasim, nuk përmendim raste konkrete, praktike, nuk e ulim bisedën dikur në universitet brenda. Ajo është folim kështu për ajri. Jo, po sepse po të tani vazhdimisht një universitet dhe po reflekton që më tepër po shpërfaqni një paknaci mbase tuaj në personale se sa po analizojmë një problem substancial, sepse ne po flasim për ligjin për arsimin e lartë, zoti Jashari, dhe tani këtë drejtim pse jo të flasim për çështjen e autonomisë së universiteteve përballë cënimit që u bëhet nga institucionet. To e pengojnë autonominë se ka brenda ka uzurpator. Ka brenda njerëz që janë pangopshëm, domethënë. Njerëz të cilët mos flas këtu me shembuj konkret, domethënë, krejt bëjnë ka 2 herë prezantime të
kulumtimit në doktoraturë, gruaje aty nuk bën, domethënë. Këshire, zoti Jashari, tani përsa i përket modeleve që janë të nevojshme për të aplikuar, për të avancuar sistemin arsimor, sepse ju po flisni shumë normale të flisni edhe për raste konkrete, askush nuk ka mohon të drejtën tuaj, për të shprehur edhe pakënaqësi edhe vërejtjet e juaj, mirë po megjithatë, derisa sot, mbase mund të caktojmë ndonjë ditë tjetër për të diskutuar edhe për tema të tjera që ju po synoni tani të përmendim me sjerash, por ideja është derisa flasim për ligjin, le të flasim për në mënyrë përmbajtësore për ligjin për arsimin e lartë dhe çështjet sa i përket që janë të parapara për ndryshimet në arsimin e lartë. Për shembull, rast tjetër, ju me që jeni kritik mbi mënyrën dhe modelin se si funksionon këtu çështjet të arsimit. Jo, absolutisht, ne as nuk. Ama për lëvdatave kemi sjell situatën këtu. Absolutisht, jo zoti Jashari, nuk besoj që ka nevojë dikush për lëvdata edhe kritika, mirë po kritika le të jetë gjithë përfshirëse, mos jetë selektive. Megjithatë, sa i përket modeleve që janë të nevojshme për ta reformuar arsimin e lartë. Ta zëm ju përmendet pak më herët një shembull që kjo gjë pra thatë nuk ndodh në universitetet evropiane, cilat modele arsimore mund të aplikohen nga universitetet e jashtme këtu në Maqedoninë e Veriut. Ne kemi mungesa të mëdha në arsimin sipëror, në arsimin e lartë. Pse në arsimin e lartë? Arsimi i lartë nuk është si arsimi fillor, edhe si arsimi mesëm, që përgatit mekanika, që ekonomi, kështu për ekonomi, gjimnazistë, ndaj, që kanë edhe instanca më lartë që të përmisohen, që ta mbushin atë bagazhin e vetë, ashtu të themi arsimor. Arsimi i lartë përgatit profesionist, do të thotë mjek, inxhinier, përgatit, do të thotë teknolog, përgatit profesor, psikolog, do të thotë ekonomist, jurist, edhe ata drejt për së drejti pastaj kyçën në tregun e punës, ata udhëheqin me ndërmarrje, udhëheqin me spitalet, udhëheqin me gjithë shka, me ekonominë edhe industrinë, Pikërisht ne dobësit i kemi më të mëdha kemi këtu, dhe ajo është mos puna jo, ajo është grupacionet brenda universiteteve. Ata aty janë njerëzit të cilët janë e quajnë vetë i uzurpojnë gjitha të drejtat pikërisht në bazë të asaj autonomie. Pse autonomie e universitetit? Autonominë universiteteve nuk është dhënë ashtu pse ka dash dikush, tu jep autonomie universitetit. Regjimet ma diktatoriale u japin universiteteve autonomi, thotë ju atje çfarë doni bëni, neve mos na u përzini këtu në politikë, Edhe ajo diktatura, shtim burg kundërshtarët politik, i lufton andaj këndaj. Universitetet rrinë anësh për shkak të privilegjeve që kanë, rrogat e mira, shëti që andaj këndaj na për konferenca, status të caktuar shoqëror, një status i mirëfill, dhe unë sa që i shoh studentët më tepër ankohen se profesorët. Nuk i lajmërojnë se nuk vijnë provim. Studentët ankohen se profesorët do të thotë nuk bëjnë notim, nuk matin punën e çdo kujt, por në fund japin notë të mira studentët. Studentët ankohen në atë se, sidomos një kategori asistente, ka dhe asistent të mirë, nuk i mban orët. Studentët ankohen për atë se ka pagesa të shumta të cilët në universitete për shembull të cilët i financon shteti, edhe shpiken pagesa të ndryshme, dhe ankohen në kualitetin e dobët të mësimdhënies. Merremi vesh, ka profesorë të mirë, plot profesorë të rinj të mirë, mirë po për të mirët nuk folin shumë njerëzit, folin për ata të dobtit, të mirët i kalojnë ashtu, e që se ka edhe ajo. Tani, kalojmë në pjesën e dytë që është parapar për diskutuar për shoqatën e Akademisë Shqiptare për Shkencë dhe Art këtu në vendin tonë. Ideja fillesare si lindi zoti Jashari,
dhe në fakt fillimisht kur dolet me këtë ide ishte çështja e një akademie shqiptare për shkencë dhe art Maqedonisë, më pasaj u shtua dhe ky prefiksi si shoqat. Tani na flisni me që ju kemi këtu për herë të parë dhe po diskutojmë për zanafillën dhe procesin si filloi, për sfidat që i kishit dhe në fakt cila ishte nevoja kryesore që shtiu dhe nxiti në krijimin e një shoqate të tillë. Ideja është e vjetër, nuk ka qenë e imja. Fillim unë e kom dëgjuar një herë prej profesor Fadil Sulemanit kur erdhi në Ministrinë e Arsimit. Aty unë kisha një post, me thënë. Përmendi se përveç universitetit do të formojmë më vonë edhe Akademinë e Shkencë, edhe unë natyrisht i them një herë ta bëjmë universitetin, pastaj tjetër kush do ta bëjë. Pastaj ka pat lëvizje aty ka viti 1994-95, Gjeladin Murati, Luan Starova, andaj Alzim Mustafa, Gjevat Gega edhe intelektual të tjerë, do me thonë që janë marrë me këtë çështje. Edhe kam biseduar me faktorët politikë se si të institucionalizohet, si të materializohet këtë çështje. E pastaj ka pat lëvizje mbas botimit të kësaj enciklopedisë, me thonë, ku shqiptarët atje thuhet se janë përzirë me Rom, thuhet se kanë ardhur prej Mali, kanë marrë shtëpitë e Maqedonëve, andaj mos him atje. Edhe pastaj ka pat lëvizje, mund ta gjeni në internet atë, ku një gazetar maqedon shkoni bën intervistë disa profesor shqiptarë dhe ata thonë se nëse nuk formohet një departament në Ministrinë e Arsimit për gjuhën shqipe, për historinë e shqiptarëve, atëherë ne do të formojmë akademi. E pastaj, unë ju të regoj rastin, unë 2 herë kom konkurua që, rasti fundit ka qenë para 5 viteve, kur kam konkurua që, edhe para me ndoni, dhe me thonë. 3-4 muaj përgatitish materiale, dhe me thonë, 105-60 faqe, libra andaj këndej, ka ke qenë, andaj këndej, edhe i dërgojsh materiale, dhe me thënë, ajo përgatitja është aq e rëndë, aq stresuese sa të vinë ndë njëherë të qash, dhe me thënë. Edhe shkojsh atje se në hish mbrenda, dhe me thënë. Edhe thonë, leq aty. Do një letër andaj dhe një sent, unë i krejtë të gjanat i kishëm prej universitetit. E para me ndoni, ma këthejmë përgjigje nuk e him proces se procerbali nuk ka qenë rreu. Procerbali ne bëm, ne evullosëm me dërgumë, pas e gjetën se ka desh me post, ndaj, këndej pra gjerat të cilët ishin... Teknike më shumë. Teknike, edhe atëherë nuk pranun asë një shqiptar. Tash kam pranu një kam pranu, edhe një 14 Maqedonë, me thënë. Ajo është më pak se 1% shqiptarë më renda. Ne investojmë si taksa paguese, me thënë. Pra, ishte një situatë që kisha dhe revolt personale, por edhe një farë formë më prek dignitetit, me thënë. Unë kom qenë student Shkupi, edhe krejti kom baru edhe doktoraturën e magistraturën, kom punu këtu, kom lind këtu, edhe të më trajtojnë kështu, edhe shokët e mija ashtu si unë, për mu ishte jo normale ajo. Edhe bisedoha me disa shokët dhe nisëm këtë punë, do më thënë. E tash jemi me një situatë ku ne i bëjmë tash 4 vite gjisë, në vjesh do t'i bëjmë 5 vite, do më thënë, që funksionojmë. Kemi bërë një numër të madh të projekteve, tash kemi pranu një 3 antarë të ri, pare ndonjëherë lek kemi, ndonjëherë s'kemi, 8 muaj nuk kemi pat, do me thonë kur gjo, mirë bon ne nuk kemi hi ati për pare, nuk kemi hi për lek. Mirë, po, do të diskutojme për çështjen e anës financiare mbështetjes që ju ka ofruar deri më tani nga institucionet e vendit, por ideja është që tash më thatë që në vjesh po bëni 5 vite aktivitet që jeni funksional ky grup. Ku ndodhet selia e kësaj shoqate dhe mes tjerash kur përgatitesha për të trajtuar këtë temë
tentova gjej një faqe zyrtare të kësaj, nuk pata mundësi, ose unë nuk arrita të gjej, ose ju të na tregoni pse mungon një faqe zyrtare e interneti ku janë të vendosura pasaj të dhënat dhe aktiviteti i shoqatës në fjalë. Ne deri para 2 muaj dhe kishim dhe faqen tonë, edhe më paraqitet ai gjali që i kërkon lekë, domethënë që të vazhdoj atë. Unë thash se që 8 muaj ne s'kemi lekë. Që 8 muaj nuk kemi lekë, domethënë. Edhe nëse mund të presish. Ai tha, priti pak edhe e hoqët. Kur gjë për gjë shikoj e ka hjek. Po, sepse unë tentova të marrë aty materiale për të parë mbi aktivitetet që keni realizuar. Pra, ne i kemi patë ato krejt, e kemi faqen e Facebookut, po kjo është e vërtetë. Sa i përket Selis? Selin e kemi në Tetov. Gjetëm para 2 viteve në Shkup një seli, një vend të mirë, edhe bombile pazar. Nuk i doli këtu në Shkup askush që të merë përsi për të paguaj qira. Ne ato që ustojmë, do me thënë, me vetura, ndej, ajo nuk i mbulojnë vetë, nuk i dole askush, do me thënë. Unë që të regoj edhe një gjallë shumë keq është thush unë, po unë, derisa kom qenë në universitet, nuk kom lutë asë një njeri që të më budoj librin. Kom shku e kom paguajt me kartel edhe më budoj librin. Që t'i budoj projektet e akademisë, unë edhe është luti shpi, do me thonë, ata njërës që janë filantrope, që ndërtojnë banesa, që ndërtojnë lagjet të tëra, ndej, edhe asë njëri nuk më ka dalë për sipa. Edhe ideja çfarë ka qenë? Unë të tregoj botusin, ti me botusin ke punë. Du unë me mund, ndërhi unë të pare, dhe me thamë. Pra ideja pastër që jemi transparent, dhe me thamë. Edhe një gjallë. Ali Ahmetit, kur i kishte kryeministrin e parë, dhe me thamë, i pa të thonë, bënë akademi, gjenë një kryetar, edhe cilin do ti vetëm bënë akademi. Ta shi këmë thonë Bilal Kasami, bënë akademi, gjenja një kryetari ju që doni, thonë e sjellë një këtu. A i duen akademis kryetar që propozohen nga politikan? Po nuk i duen, po kemi probleme. Mos shkoj ma ndajtëm. Sepse ju pak para kritikuat çështjen e partizimit të universiteteve. Po? Mirë, po tani keni hap dyert për politikan që të partizojnë edhe Akademinë e Shkencave. Jo, po ta bëni njëri ma të aftë. Do me thonë një njëri ma të rri, të shti për para. A i kanë politikanët këto filtra për të ja, publikisht e ne kemi prunë një grup që jemi deri tash. Edhe të regojmë drejtën jemi lodhë. Edhe mirë është që të freskohet edhe ke njërës që i den të ashtim për para. Mirë, sa i përket qasjes Akademisë Shkencave, Akademisë pra shqiptare të shkencave këtu në vendin tonë, cila është qasja? Ka qasje inkluzive që përfshin vetëm shkencat të caktuara, apo është qasje gjithë përfshirës? Si është ideja, si keni vepruar deri më tani? Ne kemi disa departamente, dhe me thonë të shkencave teknike, të shkencave shoqërore, të gjuhëve. Kemi kërku që të kemi edhe për këto të shkencave mjekësore, dhe me thonë mirë, po dhe për shkencat egzakte, për shumë. Kemi aty, numër më i vogël janë, ma tepër kemi të shkencave shoqërore. Edhe ma tepër jemi të lëmisë së arsimi. Mirë, po tentojmë që të bime dhe njërës, për shembull të informatikës, njërës për shembull të të ekonomist kemi, por duhet të sjellim edhe ekonomist, të cilët një forme kanë impakte kështu, janë të indeksuara lartë, do me thonë në Google Scholar, do me thonë edhe në përgjithësi në indeksimet në Republikën, indeksimet shkencore në Republikën e Maqedonisë. Por, një gjë do të kishte kështu opinionit publik të i themi. Ne nuk mund të bëjmë, të mbam akademin, po që se universitetet në shofën neve si një penges, që nuk në lejojmë për shembull
projektin që kemi bërë për librat shkollore, paramendoni, librat shkollore janë të vitit 2002, 2004, 2006, 2008, në kohën, a ne jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale. Nuk në lejon të bëjmë këtë se, kush janë ata dhe me thanë. Të veçuajtur në. Të veçuaj unë se shkruja doktor profesor Kërkun. Nuk u se shkruja me 4 emna dhe me thanë. Akademik, doktor, profesor, rektor, nuk se shkruja asë njerë. Po fjallën ku e kam këtu? Fjallën e kam se, po që se nuk në ndimojnë, nuk në përkrajnë, nuk kemi nevojë ne që të impërnohemi, të lutim për një botim të një projekti, ose të na hiqet veçfaqja për atë se nuk kemi lek të paguajmë. Edhe çështja e prefikseve që vendosen para emrave, i vendosen ata që i kanë titujt, zoti Ashare. Edhe unë i kam disa nuk i kam. Akademik nuk e kam. Është preferenca personale, prandaj nëse nuk e keni akademik, nuk keni edhe mundësi se si ta vendosni para. Jo, po nuk e vendosin në këtë. Nuk vuj për asaj, se shkruaj doktor profesor Kërkun. Dakor. Po çështja është se po flasim për një ideja fillestare pra ishe akademi, pasaj vendos këj prefiksi shoqat. A e zbe kjo bazën e asaj për çka ju keni synuar? Ne 2 muaj kemi shku që të regjistrojmë. Ishte kohë e kësaj, si thonë, Covidit, e nuk në lejonin të him brenda. 203 vetë poshta që me maska, edhe unë me maska, to e dinin se kush jam unë nuk e disha. E më bërnin piqe përgjigje mu. Se ju doni sakat e manu da bitit, e ne moshet. Unë të shumë, po, ne dumë, manu të bëjmi. Po, ju s'na lejoni, ama ne do funksionojmë si manu. Edhe këtë ne funksionojmë me departamente, me kualitetin e njerëzve, substratin e njerëzve, ne jemi akademik. Pse? Një gjatë tu atë thënë. Kura formu, hynin në internet, kura formu Akademia e Shkencë e Arte e Maqedonisë, në fillim në trupin themelues kanë qenë 3-4 vetë që s'kanë qenë as magjistra doktor. Pastaj kura formu grup pacioni tjetër, ka pat akademik sërb, ka pat akademik bosnjak, kroat, edhe disa nuk kanë qenë as doktor shkencë ati. Ama është formu në fillim. Pra, kualiteti edhe, ashtu të themi kuadrot ngritën brenda institucionit. Ne jemi formu, jemi regjistru si shoqatë. Pse jemi regjistru si shoqatë? Neve në e kanë ndru emrin, një 10-15 herë kemi bo materiale, kemi dërgu, kjo s'bën, idene kishim kemi vull, kemi gjirologari. Ato i kemi. Po ne funksionojmë si... Po që funksionim. Mirë, zote Ashari, si e keni parë nga prizmi juaj se si do të ndikoj kjo akademi në zhvillimin e jetës kulturore, shkencore dhe artit shqiptar në Maqedoninë e Veriut? Si do të kontriboj? Po ne do të nxisim, do me thënë, atë idenë e progresit. Do të qenë edhe kritik të shoqërisë, do me thënë. Shkolla sociologjike e Chicagos është ngritur si shkollë e njohur pikërisht se ka qenë zë kritik i shoqërisë, do me thënë. Edhe ne, për shembull, merremi me testin, nxënësit shqiptare kanë testin, rezultatin të testin PISA, e kanë më të dobët se Maqedonë, sidomos Pollogu aqe. Jo, në përgjithësi ka rënje. Askush nuk e ngre, askush nuk ka shku, do me thënë, të bisedoj, të shofe shkaqet, pse. Ne morëm të punojmë, do me thënë, fillum, s'kishim lek, e morë përsi për komune Qahiri të finansojë, në thënë, s'kemi pare, edhe lam, do me thënë. S'kishim njerëzve të paguim paret e rrugës, vijen prej, jam pensionist, disa. Jo, shumica, jam pensionist. Edhe një ardhme prej të toave, prej Gosivari, dhe me thëmë prej Struge, dhe mas kushton 100 euro, 50 euro, dhe me thëmë. Pra, këto e në të probleme. Ne nuk duham që të shtim ngush njerëzit, edhe do mos do të egzistojmë si tjerë. Nëse shoqëria, nëse universitetet nuk në hapin dyert, nëse nuk në përkrajnë intelektualat, një ditë do të lodhemi. Me qënë që kemi vullnetin, kemi energjin, kemi ideja, dhe me thonë, na punojnë gishtat, kështu të themi. Edhe nuk jemi njerëz të cilët pra duhem për kësaj të bëjmë lek, dhe me thonë. Por,
Argjime duhem t'i mulojmë, domethënë. Sigurisht. Çdo gjë është e shtrenjtë sot. Benzina është 96 denarë, domethënë dizeli. Po, shqipni, zoti Jashari, tani ju po flesim për aspektin e mungesës së mbështetjes financiare, institucionale pra nga ky vend. Megjithatë, tani po paragjykoj se në idenë fillesare kur keni nisë këtë iniciativë, shpresat nuk I keni pasur tek universitetet e vendit, sepse paraprakisht mbase nuk keni konsultuar për një ide të tillë për të marrë edhe kuadrë për brenda universiteteve që janë, megjithatë nga institucionet e vendit, sepse ajo që kemi parë dhe qytetarët para se I kemi lutne njerëzit edhe përpara edhe mbrapa edhe tash I lusim. Vazhdoni po. Sepse ajo që kemi parë ne është që keni pasur ju takime edhe me përfaqësues të partive politike, në këtë rast me koalicionin Vlen që është pjesë e pushtetit aktual. Dhe ideja e Akademisë Shqiptare për Shkencë dhe Art figuron edhe në plan programin e koalicionit Vlen me të cilin kanë garuar në zgjedhjet e vitit 2024. Dhe tani në momentin që një ide tuajën, pra Akademia e Shkencave Shqiptare ka qenë funksionale atë kohë dhe është futur sërish në programin politik, jeni informuar, besoj që jeni pyetur për këtë çështje, ekziston në programin edhe sot nëse verifikojmë, ekziston në programin e këtij koalicioni me cilin ka garuar, program me cilin ka garuar, ka fituar zgjedhjet aq sa ka fituar vota, mbështetje popullore dhe tani kur jemi në periudhë pas zgjedhores, edhe në proces kemi parë që ju vazhdimisht keni qenë në konsultim, keni realizuar takime, keni mbajtur preskonferenca dhe me një farforme ka ekzistuar një mbështetje që ne e kemi parë. Tani ju po na flesin për krejt të kundërtën. Do thotë, e ka mbështet Akademinë Koalicioni Vlen apo nuk e ka mbështet? Një gjë ka. Në kam mbështetur, do të vetmi që në kam mbështetur. Edhe në kam mbështetur atëherë kur kryetari I parlamentit, edhe kryetari I qeverisë më vonë, domethënë ishin shqiptarë. Nuk ne kam prodhuar bisedë. Nuk është të thonë ne dim se punët shkojnë vështirë. Ama të thirrën bisedë 15 profesor universitar, ne kishim me veten 100 shkrime të profesorëve universitarë për Akademinë Shqiptare këtu. Material u dërgu me elaborat qeverisë atëherë 121 faqe material. Ajo kërkon punë ekipore që të bëhet ai material që t'i dërgohet një organi qeveritar, domethënë. Edhe paramendoni, mirë po ka një gjë, domethënë. Nuk jemi të kënaqur, kemi prit më shumë. Edhe gjatë vitit 2025, unë nuk kam dëgjuar asnjë funksionar të Vlenit ta përmend Akademinë Shqiptare. Herën e fundit, keni në internet, do ta shihni, domethënë, gjurmoni pak, është në nëntor të vitit 2024. Tash, disa në kam premtu disa komuna shqiptare tash, se do të në ndihmojnë, me po të shofin. Sepse në shtator të vitit 2024 edhe kryeministri I vendit është prononcuar për çështjen e akademisë, edhe ka thënë publikisht, besoj që e keni dëgjuar edhe ju deklaratën e zotit Mickoski, I cili ka thënë që ajo temë është e mbyllur, nuk ka Akademi Shqiptare në Maqedoni. Natyrisht, ne po t'i kishim dëgjuar këto bisedat e tyre, ne s'do të kishim arsim të mesëm në gjuhën shqipe. Ne nuk do të kishim universitet në gjuhën shqipe. Krejt punët këtu ka shku me ashtu, domethënë me vetë iniciativë, edhe duke u bazuar në ato të drejtat universale të njerëzit, në kushtetutë, se kushtetuta nuk e përmend manun kërkun Akademinë e Shkencave. E përmend lirinë akademike. Dhe kjo është ajo liria akademike. Mirë, një gjë duhet ta them opinionin publik. Ne mas tepërmi kemi pengesa për vetë intelektualve shqiptarë. Me atë se ky e janë brenda aty, ose urdhoni, bëni antar, do të bëheni domethënë edhe kryetar, edhe sekretar, edhe do të jepni kontributin. Edhe aty luftë për pozita, zotë Jashari. Megjithatë, publiku aja çka po e dëgjoj unë edhe audiencat në njëjtën kohë, natyrshëm do të lind pyetja që sepse po
megjithatë po krijohet një konfuzion, edhe një paqartësi. Në të njëjtën kohë ju po flisni për ish pushtetin që nuk ka pranuar në takime, po flisni për mbështetje të pushtetit aktual shqiptar që përfaqësohet shqiptar pa koalicioni vlen, por gjatë gjithë kohës paraqitet probleme financiare dhe mungesë të mbështetjes institucionale financiarisht me çka ju përballeni me problem në realizimin e projekteve tuaja. Nëse ju gëzoni mbështetje, tani ta bëjmë një dallim, nëse keni mbështetje nga koalicioni vlen, pse është dash ju të shkoni dhe t'i lusni shtëpitë botuese të botojnë publikimet tuaja? Po ja, e thot vetë ju. Jam punë që... Pra, dallimi mes ish pushtetit është që nuk kanë pranuar në takime, pushteti aktual ju ka pranuar në takime dhe nuk ju ofron zgjidhje. Ato bile thanë se 22 vite, 30 vite nuk e bëhen atje ku duhet, e thanë hapa që jenë në Reqica, që jemi një lagj. Ne jemi pranë universitetet në rrugën kryesore, ata janë me një lagje vetë atje. Edhe në zorën një adoleshenta që një portparolla që edhe i foli do fjallë, me thonë, sepse një ish minister i BDI-s më tha, kote ke, tha, to ku e dinë që çfarë është akademia. Falni kështu, po ish ministri kur e thot atë gjën i BDI-s, atëherë shumë gjëna janë të qarta. Mirë, po janë çështje deklaratash, megjithatë, çfarë në realitet ju po shpresoni, sepse ju thatë që ju kanë thënë komunat, mbështetje, pushteti lokal. Ne shpresojmë, a bie që një ide për Akademi Shqiptare, pasaj e shndërruar në një shoqat, ka ardhur në një situatë që pret lëmoshën e pushtetit lokal? Ne jemi regjistruar si shoqat sepse nuk kishte zgjidhje. Ne funksionojmë si akademi. Ne nuk hekim dorë. Mirë po, kështu nuk mund të bëjmë shumë, domethënë. Unë tregoj se bëhet projekti, tash materiali gatshëm, duhet 2-3 muaj unë të merrem 4 muaj me atë gjeb dikush të paguaj botimi. Para mendoni domethënë. Këtu është ai absurdi. Sepse çështja është se partitë tjera politike më herët në programet e tyre nuk kanë pas një ide të tillë. Dhe koalicioni vlen e ka pasur në program. Tani kanë kaluar 2 vite prej kur vlen është në pushtet. A i keni kërkuar jo llogari se këtë ide tuaj e kanë futur në program dhe nuk e mbështesin tani? Ne nuk mund t'i kërkojmë askujt llogari. Ne duhet kërkojmë llogari prej vetes tonë. Po tani, zoti Jashari, nëse ju keni lejuar që idenë tuaj ta futni një subjekt politik në programin e tyre politik dhe fare mas zgjedhjeve mos interesohet për këtë çështje, tani vërtet duket që ju mos kërkoni llogari, por në momentin që është futur në program politik, ai do duhet të jetë ai premtim të materializohet, jo të qëndroj vetëm në letër. Kështu. Një gjë duhet ta kemi qartë. Politika i drejton krejt institucionet dhe krejt veprimtaritë shoqërore. Shefin, mano, ideja për balancusin edhe për kështu, për ligjin, ngushtimin e disa neneve në ligjin e për gjuhët, vjen nga mano. Merrni intervistat e Katica Qullafkovës, që janë në internet, atë shifni prej ku dalin krejt punët, dhe me thamë. Edhe për regjistrimin e të ministrimishës, për gjithë shka? Edhe krejt gjënë. Këtë opinioni publik në Maqedoni, opinioni publik shqiptar nuk mund të kuptoj. Dhe me thamë se prej ku vinë ata, si vinë, edhe duhet këtë një balans, ne jemi përgjeq, edhe asaj edhe Manus. Para një viti, dhe me thamë. Para mendoni, kryetari i akademisë në kuvend del thot se nuk duhet të përdore gjuha shqipe, duhet të hiqet ligji për ushtri, për polici, për shëndetësi edhe jurisprudencë. Vetë ne kemi merrni shtypin, kemi regu fuqishëm, gazetat, portalet në gjuhën maqedone e botuan, portalet në gjuhën shqipe nuk e botuan në atë reagimin tonë. Para mendoni ku jemi ne edhe me. Ne mund të bëjmë kështu zhurë, më ndaj kanë për shqiptarizëm, më ndaj kanë. Mirë po njerëzit kanë rroga të mira, jetojnë mirë, edhe gjithë, shumica e rasteve, gjithat shallam ashtu të theme, kanë sa përsi e faqet opinionin publik. Nuk rrezikojnë në me thamë. Si e shihni rolin e Akademisë Shqiptare të shkencave për artë, me thonë për shkencë dhe artë në Maqedoni në raport me Akademinë e rajonit? Keni pasur takime,
Keni Kemi pasur pas me konsultime? të parët në kam rënu Skënder Gjinushi me Akademinë Shqiptare të Shkencave, edhe ato 3 herë kanë qenë këtu të ne në konferenca, ne kemi qenë që 4 herë, do me thonë, derisa u përzi politika, do me thonë, edhe ata telefonoj mua dhe tha se ne jemi me pushtetin. Pushteti ishte atëherë BDI-a. BDI-a juve nuk u pranon, edhe ne nuk mund të bashkëpunojmë. Në shtinën me një situatë, do me thonë, me atë të keqe, ne edhe pasaj kemi shkua që mirë, po nuk e kemi pat atë vazhdimësi të dialogu, do me thonë. Mirë. Disa akademik shqiptarë... Mirë, tani në pushtet nuk është BDI, tani në pushtet është Vleni. Po, ato duhet njëherë të përqendrojnë ato marrëdhëniet e veta që me politikën atje, pastaj... Po sepse dje nuk është Vlen në pushtet, është nga tashmë 2 vite. Natyrisht, po. Këtë periudhë 2 vjeçare keni pasur vizita, takime... Kemi pat takime me ata. Pra është heqa i bojkotit që ka. Jo, ama takime që janë individuale. Jo, ne po flasim për takime kështu në formë zyrtare. Në fillim kanë qenë zyrtare, kemi fotografi, ata kanë qenë këtu, kemi qenë ne thash 4 herë atje. Në fundit, a ka përmbajtje për e takimeve, sepse nuk është ideja vetëm për të takuar, po natyrisht... Jo, ka përmbajtje. Me të Kosovës, u kemi shkru, kemi ashtu, nuk na kam pranu, është punë e tyne, shpresojmë, do me thonë, të kemi bashkëpunim. Mirë. Çfarë bashkëpunimesh ndërkombëtare keni planifikuar, ose a keni realizuar deri më tani, apo planifikoni për të ardhmen? Kemi pat ndërmend, do me thonë, të shkojmë në Akademinë e Shkencave të Bosnjë Hercegovinës, të Kroacisë, mirë po, ata kërkojnë, do të thotë, mjete materiale, edhe për shkak të mjeteve materiale, do me thonë, nuk mund t'i mbulojmë personalisht. Sa ardhjet Shkumi, në Kosivar, në Struk, i kemi mbulu vetë, do me thonë, në Prishtinë. Sërish problemi me u tregu, do me thonë, sa herë, kemi qenë në Tiranë, do me thonë. Vetëm një herë në ka dhënë 150 euro, 4 vetë kemi shku, 150 euro, e pasaj në kanë kërku llogari, do me thonë, dikush. Tjerat ma mirë i kemi mbulu vetë që të kemi, do me thonë, të pim një kafe me qejf. Lirin e veprimi. Mirë, zoti Ashari, cilat janë arritjet e deri tanishme të Akademisë Shqiptare për Shkencë dhe Art në Maqedoninë e Veriut? Kemi përfundu deri tash 5 projekte. Jemi në vashtë si mjetë të 3 projekteve të tjera. Deri tash kemi bërë 4 botime, do të thotë, tash e përgatisim monografim për Tetovën, ku kemi angazhu personalitetet, do me thonë, të shkencës, të kulturës, një monografi e cila ka shumë monografi për Tetovën, mirë po që t'i japim ne aspektin shkencor, edhe kemi angazhu edhe njerëz, për shembull, të cilët janë të moshave 90 vjeçare, që ta përshkruajnë, për shembull, si e kanë përjetu ata ardhen e komunizmit në Tetovë, si e kanë përjetu shpërnguljen e njerëzve për Turqi, edhe jetën e Sokakut, do me thënë, në Tetovë, mahallës ashtu. Përveç asaj që është shkencore, pra edhe një case study për një person të caktuar i cili pra ka qenë i ndjekur prej pushtetit, ka ikë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ka atë intuitën të zhvilluar, ka atë metodën e krahasimit, do me thonë, edhe metodën e analizës ashtu të dokumentacionit e ka të zhvilluar. Edhe mendojmë që deri në fund vjetit, deri ka muj, deri në qershor, mendojmë një 400 faqet, të bëjmë atë materialin kryesor, pastaj të bëjmë një analizë kritike të tij nga njerëz nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, do me thonë, kemi edhe një autor prej atje në grupin e, ashtu të themi, në këshillin redaktues, profesor Neritan Cekën. Jam biseda me një profesor, do të thotë, eminent ashtu nga Akademia e Shkencave, që ata t'japi një, para se të botimit, para se të botohet, t'japi një vlerësim të tyre si akademi, do me thënë, me bazament, me bagazh, ashtu, me thesar,
edhe me përvojë më të madhe se sa që kemi ne. Si qëndron raporti bashkëpunimit me Institutin e Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve në Shkup? Shif, thjesht t'u tregojnë kam bërë dëm, domethënë, sepse ata komunikonin prej heret, kishin lekë, domethënë, shkonin zyrtarisht në atje dhe thonin ne jemi akademi. Nuk mund tjetë akademi një institucion që ka punësime, ku drejtori ishte një 4 vetë, shtëpis vetë, familjar vetë atje, edhe thot akademi. Akademi që janë njerëz të zgjedhur, njerëz në shumicë e rasteve që kanë një përvojë të madhe, jetësore dhe shkencore, një bagazh intelektual dhe shkencor. Vlerësoni që u mungon ky bagazh personave që punojnë në ITSH? Jo, thash se instituti janë tjetër. Po. Asi institutesh maqedonët kanë një 30-40. Nuk jam marrim ne punën institutit për trashëgimi. Ato na mendonin se u marrim lëndën e punës. Para mendoni, unë thash edhe kryetarëve të komunës. Në Prilep ka një institut për kulturën e vjetër, staroslovenska kultura. Ka 20 doktor shkencësh aty. Ama ajo institut nuk është akademi, ama e finanson shteti. E finanson shteti. Ka, do të thot, një 60 punëtor aty. Dakti, kështu, themi, administrator, hulumtues, magjistra, ndaj këndaj. Si që ka instituti, ka edhe magjistra, ka edhe njerëz vetëm me fakultet. Akademia është diçka tjetër. Këta i përzinin çështjet. E na bëshin dëm me ato lidhje që i kishin me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Pra, ne kemi një institut, ato shokët tonë, vllazërit tonë kanë 30 e sa. Edhe kush i financon? I financojmë ne. E tash, kam pat raste dikush të thotë, po ju tash kush do të financoje? Kush e ka financuar Akademinë e Shkencave? Pse se bën pyetje dikush prej vitit 1967. Një akademik në Manu merr 96.000 denar honorar, edhe ka 1.000 euro marrin prej projekteve. Pse nuk e bën në ngrihet një gazetar shqiptar, thotë, sa merrni ju, pse ata tjerë s'kan drejtë të formojnë akademinë? Pasi çështja është edhe çfarë bëjnë ata edhe çfarë bëni ju. Ose ne ta bëjmë një departament në Manu për kulturën, historinë e shqiptarëve, për shkenca shoqërore, domethënë humanistike shqiptare atje. Ne do t'i shfrytëzonim ato privilegje që i kanë ata, ato kabinetet të mëdha, ato kushte të mëdha, nuk do të rinim atje domethënë që të mërdhifin ndihmënit. Pra, ju mes tjerash do të ashore përmendët që keni pasur edhe përvojë institucionale. Tani jeni krejtësisht në një pozicion tjetër, se jemi krejt në fund dhe për ta përmbyllur. Pra, në bazë të kësaj bisede që e zhvillua, ajo që kuptova unë është që ndodhen në një moment shumë të vështirë, me që edhe faqja zyrtare që ju është mbyllur, do të si pasojë mungesës. Nuk ka probleme. Ajo është çështje e rëndësishme sepse nuk mundet ju të kërkoni institucionalizim derisa nuk ka një, tash ju pak më herët folet edhe për inteligjencën artificiale dhe sot pra vitin 2026 një grup njerëzish synojnë të formojnë akademi dhe mos ketë një vend ku mund të shohim në punën e tyre, është pak e vështirë, edhe megjithatë është kontradiktore me idenë bazë. Po megjithatë, nga kjo që kuptova unë të paktën, nëse është gabim më korrigjoni, është e vështirë ose rruga për institucionalizimin e kësaj shoqate është shumë e vështirë, pra për mos thënë e parreqme në këtë momentum politik që ndodhemi. Forcat politike duhet të ulen me, ashtu të themi, me koalicionin qeveritare të avenë si prioritet të vetin. Nëse ata e venë si prioritet të vetin, atëherë shkon puna. Mirë por, nëse një parti politike, që më thonë mu, nuk ju përkra një parti që ishte në qeveri atëherë, kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, nuk u përkra, thot, BDI-a, ajo është qeveri. E tani, mirë po, opozita është nxitës i pozitës.
Unë kam bisedu me ata, edhe do të shkoj me ndonjë prej atyne do të bisedoj. Po nëse opozita është nxitës të opozitës, në kohën që ju po flisni që ju ka bojkotu pra BDI, opozit këta kanë qenë që janë sot në pushtet. Po, këto në kam përkra. Si ju kanë përkra? Tani e kanë rastin që ju përkrajnë institucionalisht, zotë Jasha. Tash, institucionalisht, komunat, sepse ju e fillum këtë diskutim, ju thatë që kotë është nëse flasim për temat përgjithshme, nëse nuk e gjejmë fajin kryesor ku qëndran, nuk e konkretizojmë problemin. Shqip, mos ki dërë të unë e di çfarë folje. Jo, absolutisht. Mos ki dërë për atë. Jo, unë kujdesem që ajo që flitet këtu le të jetë në shërbim të audiencës për të qartësuar ajo për çka është ide përmbajtësore. Po, sigurisht, po për mos me mundu audiencën, ta gjejmë atë çka është problem kryesor, sepse ju thoni që këta ju kanë mbështetur nga problem kryesor janë shqiptarët. Problem kryesor jemi ne vetë. Ne vetë. Ata njerëz të cilët kanë, për shembull, mund të jenë shumë një nxitje njerëz jashtëzakonisht të nevojshëm për akademinë. Kam shku me shoki, kam lut, domethënë. Ka prej atyre që më njëherë pyet kush ju finanson. E ati fillon ajo, dhe me thonë, nësë i them ati se, se qka shpare ke, kur si kam ata. Ka njërës tjetër që thot, ky aj, pse është aj, nuk vi, pse, ato jenë punë, dhe me thonë, të imta. Mirë, për ta përmbyllur krejt këtë diskutim, kur kryeministri i vendit deklaron që Akademia Shqiptare ka marrë fund, tani të kush i keni shpresat jo? Ne i kemi shpresat e potenciali jonë brenda, dhe me thënë, të vullneti jonë, edhe të vendosmëria që ne këtë punë, sa kemi fuqi, dhe me thënë, do të shtim për para. Mërë për ne nuk mund, shkojmë, dhe me thënë, ta lusim universitetit atjet shqiptare në Tetov të dy, në lejoni të qojmë letra për dit, të promovojmë ne projektin tonë. Nuk shkojmë të lusim, u qojmë letër, edhe me dashamirësi i lusim. Ju lutemi, kemi ba një projekt, duhem ta promovojmë atje të ju, nuk në përgjigjen, në me thonë. Edhe, nuk mundemi ne, për një botim për shembull, që kemi ba projektin 1 vjet, 2 vjet në njerë, edhe tash të lusim krejt dunjohën neve ta botojmë atë. Edhe më atë në mënirë pastër, ja ku i ke fakturën, paguja aty botusit, me ne s'ke punë. Neve në krynë shërbim. Këto punë na pengojnë neve në vend që të kemi ide kreative, në vend që të merremi me progresin, ne duhet merremi me punë teknike, me punë që na harxojnë, në punë që mu jo, ama dike ati rreth që i kam i demotivoj njerëzit. Sigurisht. Jeni optimist se kjo çështje do zgjidhet? Natyrisht nëse inteligenca shqiptare, këtu të ne, intelektualve shqiptarë, nuk u duhet një akademi, nuk e përkrajnë, nuk kthej një dit pjesin atje të ne, për shembull se a u pagun dikush kafe, atë ujnë që vinë një misafir, kush e blenë, në me thonë. E blenë dikush atë. Pa e blenë dikush prej atina ndarve në brenda, dhe me thonë. Nuk e blenë dikush prej jashtë. Edhe, se sot, për shembull, jardi në Shkup kushton kaq, dhe me thonë, ku a bo shtrejt, ku kapan kjo e qytetit, siguria e qytetit, ato kamerat, edhe nuk pjet aja i kretari këti i ati, dhe me thonë, a i thot, qëkosh i pagush për 8 ditve, dhe me thonë, atëherë, bëhet një pjeqe madhe, atëherë, pse duhem ne të imponohemi me zor dikuj, se ne jemi diçka. Nëse, ka ja, Akademia e Shkencave e Kosovës nuk përgjigjet, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, edhe ajo e lidhun me dikeja që u ka thonë, sigurisht, si janë ata kërkushi, atëherë, bëhet pjeqja, mos i mundojmë ne njerëzit. Mirë po, vendosmërinë e kemi ne, që ta çojmë punën deri në fund. Përgjegjësia do të mbetet jo mbi vlenin, do të mbetet më së tepërmi te sepse përgjegjësinë e kaluara se hodhet mbi BDI-n, tani nuk po e hedhin mbi vlenin. Po natyrisht vleni është në qeveri. Po pak më herët. Ajo do herët. ta shtyj punën. Ajo do ta shtyj punën. Mirë po,
Unë më të bre kam i dhime, se politikë kom qenë vetë, di si jam politika, va fale ati një, më të bre kam të intelektualet shqiptarët, profesorët universitarë. Dakor. Që nuk, unë kom qenë prosperitet kura formu në fillim, kur kemi dalë atje të amamin të tofë, vishin njerëzit, kur e shifshin ato se kemi ngjitë atë Partisë për Prosperitet Demokratik, delshin anës qetët rrugës, a qetët xhamia e Pashit. E njëjta gjë tash ndodh me atë që kemi vënë në amblemën Akademia e Shkencave e Shqiptarëve. Profesor universiteti kalojnë rrugën e nuk bin aty, domethënë. Kjo më brengos. Jo se vleni edhe BDI-ja. Mirë, dakor. Faleminderit për kohën tuaj, zoti Ashari, ne këtu e përfundojmë këtë intervistë. E mos ta kesh dertë ti se çfarë foli unë. Jo, pse duhet unë ta kem dertë, zoti Ashari? Pse vlerësoni që unë duhet ta kem dertë? Megjithatë, ju mund të flisni çfarë doni, mirë, po kur vini në këtë studio, natyrisht edhe unë mbaj përgjegjësi mbi atë që ju çfarë flisni. Fola kundër Jo, absolutisht. Diktator. Jo, absolutisht, është çështje e juaj për çka flisni, mirë, po megjithatë nuk mund të zhveshem unë nga përgjegjësia për atë që flitet këtu. Faleminderit për kohën tuaj edhe juve shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës. Mirëmbëjtje.